Djemt e zinxhinave e mzet të fukareve ngoshtja. Larsën Beqeri Stogët, shtëpi e madhe për Kalluzhe, kish pason Dervish Gaxhuni. Djemt e zinxhinave e mzet të fukareve ngoshtja. Po pse Dervish? I kishin pyet. Zinxhinat po i martojnë djemt e tyre 3 e po jew nalën rrit. Pare po kam boll, e sa po i qelin sy djemt e tyre, më lë me i martu. Kështu djemt nuk po mund me lëshu 7 e mu forcu. Po mzet e fukareve pse more Dervish? Pa e mzet se e në halat të thithi në gjetë fukareja, në lavër, e në kerë, e ta s'po kanë ko vetë e po nalët rritën. Edhe kur po forcohen, po me i sin të vëgjër. Një ka të nërë zinxhen, priti e i tha Dervishit. Djemë të ri për një men, për në kurjet më të motit fisnikja për e bandjali. Pesa edhe një kam pas 3 lopë, tarak s'kam pas, e lopët kur s'kan met shterpë.